gjatë lojës, kur bëni me shoqe aty në lagje, unë gjithmonë kam qenë rolin e mësusës. Atë periudhë, po besoj që veç se keni vendosë në çfarë drejtimi do vazhdoni. Kush kë e shtyu më shumë në atë rrugë? Kush ishte ndoshta e para që vendosi në atë pjesë? Unë mendoj që Vlora ka qenë ajo që ka vendosë ma shumë për mësimdhënie. Nuk e di, unë isha në mes mjekësisë dhe mësimdhënies, po prapë me Vlorën bashkë diskutoj shumë dhe vendosa me shku mësimdhënie me Vlorën bashkë. Të vitet? Unë shumë herët dhe thëtë që nga klasa e 4 ku kam qenë, gjithëherë kam dashur profesionin e mësusës, edhe gjatë lojës, kur bëni me shoqe aty në lagje, unë gjithmonë kam qenë rolin e mësusës. Mandi me kalimin e kohës, do të shoqet e lagjes që i kisha, sa që kishin do një vështërsi në kryrën e detyrave, si kanë qenë më të reja se unë, do të gjithmonë ja kam lënë derën hapur që me ardhë me kërku ndim prej me. Dhe ato kanë qenë disa nga momentet që më bënin shumë, mundi shumë mirë, edhe gjithmonë do të kur kishin nevojë në detyrat shtëpis, unë i mirëpritësha. Do të e kam vrejt shumë herët që këtë profesion e kam dashur që nga moshat e reja kur kam qenë. Dhe pastaj mendoj se një profesion kur gjenë herët ose drejtohet dhe bëhet përgjedhja e duhur e profesionit, ai person ndihet më mirë edhe në vendin e punës. Shumë e rëndësishme. Ka ndodhur njëjtë edhe për ju mes mjekësisë dhe mësimdhënies, keni zgjedhur mësimdhënien. Keni qenë gjithmonë pas vendimit që keni marrë. Shumë me kënaqur që thom puna më e mirë është me pas me fëmijë. Se fëmiu ai është që ta gëzon jetën, edhe fëmiu është ai që t'jep kënaqësi, t'jep fjalë bukura, përqafime. Këto janë ato çdo moment kur shkojmë në shkollë marrëm përqafime prej nxënësave. Fjalë të mira, komente të mira, domethënë edhe ajo është që të shtyn edhe të mban ty energjik edhe t'jep forcë që duhet të vazhdosh me ta. Fëmia është gjëja më e çmuar në botë që mendoj unë, është puna që e kena ana me ta është shumë e shenjtë.